Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shikues të dashur, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë që të shoqërohemi me mësimet e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të njihemi për së afërmi me ta dhe me veprat madhështore dhe me sakrificën dhe me mundin dhe përpjekjen që e dhanë sahabët për këtë fe të Allahut azza wa jall. Padyshim që burrat njihen në kohë krizash dhe me qëndrimet e tyre të qarta dhe me qëndrimet e tyre të vendosura që nuk lëkundën, ata pastaj edhe marrin pozita dhe ngritën tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall përmend që minel mu'minin rijal, nga besimtarët kishte burra. Bile ju kishte, po duhet që të ketë burra, të cilët e dëshmojnë shahadetin e tëre praktikisht në kohë krizash, në kohë paqartësish, në kohë lajthitjeje, ata janë stabil, por janë faktor stabilizues edhe për të tjerët. Dhe Allah azza wa jall kur përmend në Kur'an rigjalt, ata burrat, apo i përmend në vende të ndryshme me cilësi dhe tipare të ndryshme, pa pikë dyshimi se në secilin prej vendeve ku përmend ata, përmenden me qëndrimet e tyre të fuqishme, sa i përket fesë Allahut azza wa jall, sa i përket namazit, sa i përket mos mashtrimit nga dynjaja. Allah azza wa jall thot: Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Burra të cilët nuk i mashtroj as tregtia e as dynjaja ndaj përmendjes Allahut azza wa jall, wa iqamis salati wa ita'iz zakat, dhe dhan e falen namazin dhe e dhan zakatin dhe nuk kishin dëru dhe frikë nga askush tjetër. Dhe kështu me radhë. E ne sot me lenin Allahut azza wa jall do të mundohem që t'i marrim disa shembuj nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe qëndrimet e tyre se çysh përktheheshin praktikisht në atë burrërinë e tyre dhe çfarë ndikimi kishin në stabilitetin e njerëzve dhe besimtarëve në kohën e tyre. Padyshim që ar-rijalu mawaqif, burrat dhe njerëzit e mëdhenj njihen me qëndrimet e tyre në kohë paqartësie dhe në kohë krize. E në krye të atyre që njiheshin në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me qëndrime të tilla, të qarta, të prera, të vendosura dhe nuk kishin fare luhatje dhe hamendje. Edhe pse kishin mundësi që të tjerët të kishin diçka nga hamendja dhe luhatja, këta burra ishin ata të cilët ishin një nga faktorët e stabilitetit të shoqërisë dhe të ummetit në kohën e paqartësive, në kohën e destabilitetit. Padyshim se ka shumë raste të sahabëve që dëshmojnë kjo që jam duke thonë. Edhe jo vetëm në fushën e, po them kushtimisht, të sprovave, por në fusha të ndryshme të jetës, ata kishin qëndrime të qarta dhe ishin faktor stabiliteti, kur disa të tjerë kishin mundësi që të hamendeshin. Padyshim se në krye të tyre, në krye të atyre burrave që stabiliteti i tyre ke shkak i stabilitetit të gjithë të tjerëve nga sahabët, krye të është Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dhe është për të çuditë, subhanallah, se me gjithë periudhën e shkurt të tij pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk gjejmë sahabë që të kenë qëndrime sikur se të tij. Dhe nuk gjejmë sahabë që të ketë do të thotë çasi marrje të vendimeve të guximshme, sikur se Abu Bekri radhiyallahu anhu. Ne vetëm do të marrim një apo dy shembuj, pasi që shembujt nga jeta e Abu Bekrit dhe të mëdhajt e sahabëve janë të shumë, por ne vetëm do të mundohem që t'i sillim disa shembuj ilustrativ që ta kuptojmë se sahabët ishin faktor stabiliteti, siç edhe kishte treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po marrim një nga rrethonat që ka mundësi tek njerëzit të shkaktoj huti dhe hamendje dhe pastaj ajo të përkthehet në diçka tjetër e jo në iman dhe në bindje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në periudhën mekase
përgënjeshtrohej, akuzohej, etiketohej me lloj shpifje dhe gënjeshtre dhe kështu me radhë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një ditë ngritet nga gjumi dhe del para Mekkasve dhe thot se Allahu azza wa jall më mori nga Mekkeja, më çoi në Beitul Maqdis dhe prej aty në qiellin e parë 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe i te kalova atu dhe komunikova me Allahun dhe u ktheva prap dhe erdha në Mekke dhe ish ende që ajo pjesë e natës pothuajse e njëjta nga momenti kur Allahu më mori dhe më nxori nga Mekkeja. E që kjo është ngjarja e Isras dhe Mirajit që përmendet në Kur'an dhe një sure e tërë e ka emrin suret Isra dhe ngjarja e Mirajit përmendet në surën Najm, që do thotë është çështje e prerë se ka ndodhur ashtu. Kjo ngjarje është e vështirë që të besohej, e vështirë që të pranohet si e vërtet nga ana e Mekkasve, por edhe nga ana e disa sahabëve të ri që rishtazi e kishin besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ende ndikuheshin nga fjalët dhe shpifjet e Mekkasve karshi tij alaihi salatu wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi këtë fakt, dhe Allah azza wa jalla kishte urdhëruar që të mos fsheh asgjë nga shpallja. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi se kish bë këtë udhtim të rrallë dhe të veçantë prej Mekkës në Jerusalem, pastaj në qiej deri tek arshi Allahut azza wa jalla mbi qiellin e 7. Dhe mu kthy dhe kështu me radhë. Edhe me qenë veç një pjesë e natës që ka kalu, Ebu Gjehli filloi me të madhe, me qesh dhe mu tallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me shfrytzu këtë rast që të përhap dyshime tek ata që e kishin besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi thot, a nuk ju thonim juve se kjo është i çmendur? A nuk ju thonim juve se kjo flet çka nuk e pranon mendja e njëri? Çe dëshmia? Ku je kono Muhammed pram, alayhi salatu wasalam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon. Edhe fillon me qesh dhe thot, ne i bujmë 3 muaj udhtim me shku në Jerusalem dhe mu kthy. Ky çush ka mundësi me shku në pjesë natës. Ai nuk është të diskutuar fare që është edhe me shku në mbi 7 qiell, apo se ato as që kish mundësi me para ftyruaj. Po veç këtë udhëtimin Isra nga Mekka në Quds i Sherif, apo veç këtë s'më kemi përballu. Dhe si thot Aisha radhiyallahu anha, disa nga muslimanët e ri po them kushtimisht pranun këtë si dyshim. Dhe u hamendën sa i përket saksisë së asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që do të thot arriti qëllimin e Ebu Gjehli me këtë që e veproi. Por Ebu Gjehli e kish breng që me arrit tek dikush dyshimi që nëse ai bie në dyshim, pa pik dyshimi që të tjerët shumë malet kanë me rënë dyshim. Dhe nxitoi tek Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe trokiti deri në tij dhe i tha, o Ebu Bekr, a ki me pranu çdo fjalë që e thot shoku jot si e të vërtet? I thot po. A ki me pranu se ai po pretendon se ka shku në një pjesë natës nga Mekka në Jerusalem, në Quds i Sherif, dhe u kthy edhe, po them kushtimisht, shtrati i tij ende ka qenë i nxehtë. Ebu Bekri radhiyallahu nuk e kishte dëgjuar këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse ende në çat ditë nuk ishte takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po Ebu Bekri nisën e dinte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse thot diçka ajo është e vërtetë. Tha, in kana qad qal faqad sadaq. Nëse e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë të vërtetën, ç'ashtu është. Ebu Gjehli e kapi kryt dhe tha, edhe këto pe pranën saksinë e fjalës tij dhe s'po dyshana? Ebu Bekri radhiyallahu anhu tha, o Ebu Gjehli, unë jam të e pranu saksinë e asaj që po thot, e që ka të bëj me komunikim me atë që është mbi 7 qiell, apo e qysh se pranoj saksinë e asaj që është të thonë, e që ka të bëj me një udhëtim relativisht shkurt në sipërfaqen e tokës. Unë po e besoj që lajmi dhe lajmtari pi vije mbi 7 qiell, e qysh nuk e besoj që ka udhthu dhe ka buni një udhtim të tillë brenda natës. Dhe mund këtë ditë
u qojt Ebu Bekri Siddiq. Njëri besnik, njëri sinqert, njëri i vendosur, njëri i paluhatur dhe kështë më radhë. Kjo është një nga rastet ku Ebu Bekri radhiyallahu anhu e dëshmoj se ajo është nga burrat. Nga ata burrat që kur e kanë besu Allahun dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë pranu luhatje dhe nuk kanë pranu mëdyshje dhe nuk kanë pranu asnjë njoll e zezë të mvishet besimit të tyre. Sepse ata e kanë ditë se fjala e Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e vërtet absolute. Nëse ka të vërtet absolute në këtë gjësi, ajo është e vërteta absolute që e pohan shpallja. Çdo e vërtet tjetër është relative. E vërteta absolute, e cila është e pakontestueshme, është dhe shpallja, po. Allahu thot: "La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid." Asaj shpalljes Kur'anit dhe çdo gjë që vije nga ana e Allahut azza wa jall. Nuk ka mundësi t'i vije kota, t'i atribuote kota në asnjë anë. Temmet kelimatu rabbika sidqan wa adlan. Fjalët e Allahut azza wa jall janë përsos, janë plotësu sa i përket vërtetësisë dhe drejtësisë. Nuk ka më të vërtetë se sa fjala e Allahut dhe rrjedhimisht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka më të drejtë se sa fjala e Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri radhiyallahu anhu vetën e tij pa pikë dyshimi që e shpëtoi me këtë qëndrim dhe me këtë stabilitet, po ke shkaktar që edhe të tjerët të përqendroheshin dhe të shtojë edhe atyre stabiliteti në fe, pasi që e pa në Ebu Bekrin radhiyallahu anhu kur tha: "Nëse ka thonë, e ka thonë të vërtetën. Unë po i besoj diçkafi që është më shumë sa kaq, e çush mos ti besoj kësaj?" Thabet wa athbata ghayrahu. Ai ke stabil dhe ke shkak që edhe të tjerët të jenë stabil në besimin e tyre. Po dyshim që qëndrimet e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu sa i përket stabilitetit dhe sa i përket marrjes së vendimit të duhur në kohën e duhur, edhe pse është kohë vështirësie dhe trazire, na tregojnë për imanin e tij shumë të thellë dhe rrënjësor që e kesh në zemrën e tij. Për rasteve të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu është edhe rasti kur ai doli dhe mbajti një fjalëm ditën kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregoi këtë stabilitet dhe ka shkaktar i stabilitetit edhe të tjerëve. Edhe pse në atë ditë kish njerëz të mëdhaj të cilët e kishin humb këtë stabilitet të kërkuar dhe ndoshta edhe përhapnin destabilitet në mesin e njerëzve, Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka shkak dhe faktori i stabilitetit, dhe kjo padyshim që tregon për qëndrimin e tij shumë të qartë dhe burror, po edhe stabilizues në kohë të trazirave. Ajo është dita kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vdiq ndodhi një fitnë. Padyshim që fitneja dhe fatkeqësia më e madhe që ka pas mundësi të ndodh muslimanëve në mënyrë të veçantë sahabëve, ka qenë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ata janë mësuar gjatë periudhën 23 vjeçare me jetu gjithmonë në hijen e mësimeve, udhëzimeve, do të thotë këshillave, po edhe kanjëherë qortimeve dhe kështu me radhë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në epicendrën e jetesës së sahabëve, të muslimanëve të asaj kohe, prej namazeve, prej ekspeditave dhe të tjerave. Çdo sene ndërlidhen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Saqë njerëzit në shtëpitë e tyre duke qëndruar, i kujtohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njërat prej tona, dilte dhe shkonte te dera dhe e priste, apo del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetë ia shoftyrën dhe të kthehej në shtëpi. E një numër i konsiderueshëm natën kur i dilte gjumi shkonin tek xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe qëndronin pranë derës së shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se mos
mos helbet, apo po ka ndaj nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çel derën e të gjinde mëne. Që do thotë sahabët e dënin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jashtë masave që na kena mundësi mi paraftyru, po them. Atë ditë kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thotë Enesi, adhlama minha kullu shay, u arsul Medinë çdo sen. Sahabët ishin mësuar pa çdo sen në dritën e prezencës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq ata e përjetun shumë rënd. Dhe atë ditë që vdiq alaihi salatu wasallam, Omeri tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka mundësi me vdek. Pejgamberi nuk vdes. Ka hala shumë punë që do të mi kry, nuk vdes pejgamberi. Ai ka shku tek Allahu, sikur se Musa alaihi sallam, që të komunikoj me te, dhe ka mu kthy, s'ka vdek pejgamberi. Kush thot se ka vdek, ai është munafik, e që unë do të veproj me te kështu dhe kështu. Disa tjerë thonin, nuk ka mundësi me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hala gjallë në mesin tonë, është pak pa qef, po ka mu rikthy. Edhe të tjerë nga sahabët që nuk e kishin qartë se çka është ndodhur. Edhe pse Allahu azza wa jall kishte zbrit ajete që të tregonin për vdekjen apo ofrimin e vdekjes së tij alayhi salatu wasallam. Por, siç thonë në një fjalë të urtë, dashuria e verbon dhe e shurdhon njerin. Ata që shumë e dënin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dëshirojnë jetesën me te, e harrojnë në realitetin se ai është bashar, njeri, ka me vdekje edhe ai. Dhe nuk e shenin me sytë në faktin që pejgamberi nuk po mundet as namaz me dalë që sa ditë. As nuk po mundet me qëndru në këmbët e tij, nuk po mundet me ecë. Që ato janë ato treguesi që njeri është të shku drejt vdekjes dhe takimit me Allahun azza wa jall. Dhe këtu trazira duke ndodhur, dhe Omeri duke kërcënu, disa të tjerë duke nga munafikin, nga hipokritët e Medinës, duke shpif, dhe duke u mundu që me futë trazira në mes në njerëzve, dhe duke pretendu se që ka mundësi me vdek një pejgamber dhe me lënë popullin e vetë, dhe kështu me radhë. Erdhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, dhe hyri tek dhoma ku ishte i shtrirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si transmeton Aisha, e zbuloi fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe puthin ball dhe i tha: "Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Shumë i mirë ke qenë i gjallë, po dhe je shumë i mirë edhe i vdekur ja Rasulullah. Dhe puthin ball dhe vetëm aty i rodhi një lat nga syri i tij. Dhe me njëherë doli në xhami dhe u drejtu në vendin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mban ligjëratat, do thotë në hutbën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në mimberin e tij. Dhe u ngjit dhe filloi fjalimin. Dhe fjalimi i tij ishte se përmbledhja e fjalimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri me mision që Allahu e ka dërguar. Dhe si përfundon misioni i tij, ai shkon tek Allahu dhe ai ka përzgjedhur që të shkojë tek Allahu. Wa ma Muhammedun illa rasul. E i lezoj ajetet e surës Al Imran. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë asgjë tjetër përveç se i dërguar i Zotit. Nëse ai vdes apo vritet, a keni me ia kthy shpinën thes? A keni me braktis atë? Dhe tha, kush e ka adhuru Muhammedin, le të di se ai ka vdek. Kush e ka adhuru Allahun, Zotin e vërtet që e ka dërgu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allah është i gjallë, i përjetshëm. Dhe sahabët e kuptuan që vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tash bara dhe misioni për hapjes së fesë është mbi supet e tëne. Edhe Omeri thot më lëshun komt, edhe kuptova se Allahu na pas ka tregu që ka me vdek, po atë ajet sikur se e kom harru krejtësisht që ekziston në Kur'an. Kush e din rrethanat dhe trazirat që ndodhen në ditët e vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq ai dhe ditën që e pasoi atë ditë, e kupton se çfarë trazire, që pasojat ishin shumë të mëdha, që tash kena me përmendje inshallah disa prej tyre. Por fjalimi e Abu Bekrit radhiyallahu anhu
që thojnë, do thot populli, ja u heki dyshimet e sahabëve sikur me dorë. Se pejgamberi alayhi salatu wasallam është njeri, ka me vdek. Ai që nuk vdes është Allahu azza wa jall. Ndërsa Allahu e ka dërgu pejgamberin veç me na mësuneve fen, e që nëse na e kemi kuptu dhe kemi marrë fen prej ti, alayhi salatu wasallam, masi që të vdes ai, a do të na merr shupe, a do të mu kthy mbrapa, a do të mu zbraps, apo do të minajt besnik asoj rrugë që e nisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që Allahu na tregon se në atë rrugë atë e ndihmum me besimtar të sinqert, e ndihmum me njerëz të cilët i përmendi Allahu azza wa jall, ana wa man ittaba'ani, që kanë me thirr në rrugën të cilën ke thirr ti o Muhammed, po edhe ata që kanë me ardhur pas te kanë me thirr në të njëjtën rrugë. Ebu Bekri dhe fjalimi i tij ka shkak i stabilitetit. Faktor i stabilitetit të tëra në këto kohë krizash. Dhe treta që po dëshiroj të përmend nga gjithashtu jeta e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, e që jeta e tij ishte shumë e begatshme dhe shumë e bujshme me qëndrime të tilla. Isha ajo që pasoi pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, banorët e Medinës u stabilizuan me fjalimin e Abu Bekrit, e që kryesisht sahabët e mëdhej gjithë ishin aty, apo, por ata të cilët jetonin në periferi apo në viset larg Medinës. Qoftë ata që jetonin në Yemen, apo në Yemame, apo në vende të tjera. Nuk arriti fjalimi i Abu Bekrit tek ata, por arriti lajmi i vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit qëllimkëqi, dhe njerëzit që kishin iman të dopt, dhe njerëzit që nuk kishin hyrë në Islam ashtu siç duhet, fillon më njëherë që të mendojnë opsionin se çush kena mundësinë atash me shfrytzu këtë vakum dhe këtë boshllok. E këtë kohë ndodhi ajo fitneja e murtedinëve, njerëzve që e lanë fen, atyre që dëlën nga feja, ranë në ridda, apo u bën renegat. Dhe një pjesë e tëra pretendun se janë pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një pjesë tjetër thanë, Muhamedi ka qenë pejgamber i fundit, dhe është pejgamber i fundit, ama disa detyra dhe obligime ndërlidheshin vetëm me te. Pas vdekjes tij, këto obligime nuk janë më për obligim mbi ne, sikurse zakati. Zakati ka qenë obligim me ja veç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdeq ai s'ka me jap zakat. Kush qëndroi karshi këtëne, e që nuk ishin të pakt, thoi se gjithë viset për jashtem të Mekkës, Medinës dhe për shembull një pjesë e Taifit dhe vendet të caktuara, po, që qëndruan besnik në imanin e tyre. Viset tjera, edhe nëse një pjesë e popullatës ende ishin musliman, një pjesë tjetër filluan që të luhateshin. Ebu Bekri radhiyallahu anhu pa u hamend fare, mori vendim që duhet të luftoheshin gjithë ata. Dhe që shpallej luftë gjithëve. Sa që erdhi Omeri, i cili njihej me burrin dhe trimrin e tij, tha: "Ja Abu Bekr, çush do me luftu këtë dynjan? Çush ka mundësi ta me luftu me ata dhe me ata dhe me ata?" Sidomos me kategori që po falin namaz, të krejt pi kryn, po agjerojnë, ama po thonë zakati mu nuk është obligim. Të këshyrim një çështje tjetër. Abu Bekri radhiyallahu anhu e kapi për rroba Omerin dhe i tha: "Trem në xahiliet, tuc në Islam po bosha? Çdo sen që është pjesë e fesë që Allahu ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka konsideruar pjesë të fesë. Nëse dikush edhe një pjesë më të vogël të saj, sikurse një, po them kushtimisht një shkop që është dashur me jap. Në kohë të pejgamberit si sadaka, si zakat, se jep sa do të kemë luftu, për shkak se nuk duhet të paksohet feja e ne të pranojmë atë paksim të fesë. Dhe nisi ushtri që të luftojnë në drejtim të gjitha viseve ku kesh renegat murtedin, po edhe asaj që nuk e jepnin zakatin, derisa u kthyen që të gjitha ata në ombrellën e Islamit dhe u akuzoi teubën, pendimin publik
dhe distancimi nga çdo kush që ka vdek para se të pendohej. Ky qëndrim i tij i kushtoi sahabëve, një numër i sahabëve ranë dëshmor, shahida në betejë kundër Musejlemetul Kedhab dhe kundër të tjerë. Ama ke shkak i stabilitetit shekullor që ka ardhur pas. Apo që të kuptohet se kjo fe nuk ka fe që hen kur dush dhe bën çka dush, shton te çka don, hek prej saj çka don dhe apet jet pjesë e saj dhe jet njëri që kërkush ta konteston ty fjalën dhe sta refuzon atë. Ja. Kjo fe ka rregulla. Çat moment që ti nuk i përmbahesh rregullave të saj, ajo pastaj ndërmerr disa hapa dhe disa rregulla karshi tënë. Apo dhe për këtë shkak çdo sen i ka kushte që plotësohen dhe në momentin e mos plotësimit të kushteve apo veprimit të diçkaje që i rënon ato kushte njëri del pe feje. Kështu që Ebu Bekri tregoi se kjo feja jon ka rregulla, ka parime në momentin që ka njerëz që lëshojnë fen dhe pretendojnë se ata janë të zot me shtunte diçka dhe me hek pe saj diçka, ka dhe burra që din mirujt kufet e asaj feje. Por, kur s'ka Ebu Bekër, dalin shumë të tillë që ja u mërmendja se janë të aftë dhe të zot me shtu dhe me hek. Për këtë, në kohë krizash duhet njerëz të vendosur që e din fen shumë mirë dhe i din kufet e saj, po dhe janë të guximshëm të marrin vendime që e mbrojnë interesin e islamit dhe të muslimanëve. Këtu ishin disa nga qëndrimet e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu në kohë krizash. Padyshim që ka tek jeta e Ebu Bekrit kësi lloj qëndrime edhe shumë të tjera, por kjo pjesë le të na shërbej që t'i kuptojmë edhe të tjera që nuk janë përmend nga qëndrimet e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Të dashur shikues, pas një pauze rikthehemi që të përmendim edhe diçka nga qëndrimet e sahabëve në kohë krizash. Wallahu a'lam. Shikues të dashur, vazhdojmë që të përmendim qëndrimet e sahabëve në kohë krizash dhe se ato qëndrime ndikojnë në stabilitet të sahabëve të tjerë, po gjithashtu edhe po munduam që të marrim mësime se në kohë paqartësie dhe në kohë krizash dhe në kohë luhatjesh duhet që të ketë njerëz nga besimtarët që dalin dhe marrin qëndrime të qarta, të prera, të argumentuara me Kur'an dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'jenë si shkak i stabilitetit me lejen e Allahut azza wa jall tek njerëzit që janë të luhatur. Po gjithashtu Ebu Bekri radhiyallahu anhu në shembuj që u përmendën dhe shembuj që do i përmendim, tregojnë se ata e kishin shumë të qartë bot kuptimin e fesë, e kam qëllimin kuptimet e sakta të saj dhe kuptimet e gabuara dhe për këtë shkak qëndrimet tona ishin gjithmonë në favor të sqarimit të vërtetës dhe largimit dhe në forme luftimit të keqës. Për qëndrimeve të sahabëve është edhe qëndrimi i Omerit radhiyallahu anhu në kohën e të thotë Taus në kohën e një fatkeqësie që quhet Amr Ramada, viti i fatësisë dhe viti i varfërisë po e quaj, që në atë vit u goditën muslimanët në gjatë khilafetit të tij apo u goditën muslimanët me një varfëri si shkak i fatësisë dhe kështu me radhë. Omeri radhiyallahu anhu këtu e dëshmoi praktikisht se udhëheqësi është pjesë e shoqërisë. Nuk ka standarde të dyfishta për te një standard për popullatën standard tjetër apo. Dhe këtë e zbërtheu praktikisht duke u solidarizu, duke u solidarizu, duke jetu në standardin e shtresës më të ulët të popullatës sa i përket aspektit ekonomik. Dhe vetën e tij dhe familjen e tij e la skajshmërisht apo anash dhe krejt
mundësit që i kesh, apo i shfrytëzonte që populatat mos vuan të në këtë kohë krize për ushqim, për gjërat esenciale, edhe nëse ai vetë dhe familja vetë heken dhe vujnë për to. Qëndrimi i tij këtu u lexu nga shumë njerëz se nuk ka privilegj i udhëhequri më shumë se sa i udhëhequr, udhëheqësi më shumë se sa i udhëhequri. Vetëm se ka barra më shumë udhëheqësi, vetëm se ka përgjegjësi më shumë udhëheqësi. Dhe kjo praktikisht u kuptu se qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte eduku sahabët që mos t'jenë njerëz të cilët e mendojnë interesin e tyre personal apo familjar, po e mendojnë interesin e muslimanëve dhe kolektivit. Po nëse Omeri radhiyallahu anhu do të mjaftohej me një, po them kushtimisht, interesin përgjithshëm për gjendjen e muslimanëve gjatë vitit të thatësisë. Dhe kishte vazhdu jetesën e tij dhe standardi i tij dhe i familjes tij kishte qenë më i ngritur se sa i njerëzve, padyshim që ata të cilët kanë hyrë në Islam pas sahabëve, që është periudha e tabenëve në kohën e tij, në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kishin me dyshu në misionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kishin thonë, po nëse pejgamberi alaihi wasallam kishte qenë burr i mirë dhe njëri që i intereson ummeti i tij, i kishë mësu këta shokët e vetë që t'jenë të tillë. Po kur përshojmë se këta jenë të dhonën mas jetesës tëre, mas luksit, mas familjes të tëre, mas të mirave të dunjas dhe nuk i intereson për popullin, garant që të mësime i kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E Omeri radhiyallahu anhu dëshmoi të kundërtën, që na këtë rrugë dhe këtë mision e kemi që t'jena shëmbulltyr për të tjerët. Jo që përmes saj të ngritemi dhe të përfitojmë na në mënyrë vetanake. Dhe për këtë, ai dhe familja tij heqte dhe vuanin më shumë se sa fukaret e Medinës. Dhe për këtë, ai thoshte se çka kam i thonë Omeri nesër Allahu te Zogjel, për çdo fëmijë foshnje që çon nga uria, dhe nona dhe baba i vet çajnë kur e shohin se s'kan çka më jap atij me hangër dhe me pi. Qa kam i thonë Omeri, Allahut nesër, kur bagtit ngordhin si shkak i thatësis, që Omeri s'ka mujt mja u siguru atë në ushqimin. Këtu gajle dhe këtu derte të regonin për Omerin radhiyallahu anhu, që ish burri madh, dhe kjo nëse qëndrimet e Abubekrit në kohë krizash që u përmendën, kishin një rol të veçantë, ky qëndrimi i Omerit kishte një rol tjetër, apo ai është se të kuptuohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çush i ka edukuar sahabët që të marrin hapa konkrete dhe qëndrime të qarta dhe të prera sa i përket çështjeve të mëdha globale, sikur ato që u përmendën, po gjithashtu të jenë burra që udhëheqin veten dhe familjet e tyre në kohë kur sprovohen ata karshi popullatës, nëse i këshyri interesat e tyre apo i këshyri interesin e muslimanëve në mënyrë të përgjithshme. Për këtë, udhëheqësia është pa pikë dyshimi një përgjegjësi që edhe ka privilegj. Po, a është privilegji më shumë apo përgjegjësia? Përgjegjësia është shumë fesh, më e madhe se sa privilegji. Dhe për këtë shkak, Omeri radhiyallahu anhu e tregoi me këtë qëndrim të tij, apo se ai është njëri që i rrin pas përgjegjësisë dhe kësaj barre dhe këtij misioni që e ka marrë. E nuk është ai që i qyr interesat e vet dhe e harron premtimin dhe besatimin që ja ka jepë Allahu te Zogjel dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky qëndrimi i Omerit radhiyallahu anhu është lexu si kulmi i burrisë së tij në kohën e kësaj thatësie dhe në kohën e kësaj krize ekonomike dhe kështu me radhë. Po dëshiroj që të përmend edhe nga xulefat tjerë që kishin ardhur pas tyre, nga Othmani dhe Ali radhiyallahu anhu, kanë qëndrim spaku që të përmbledhet dhe ta marrim një imazh të përgjithshëm nga
nga ta se çfarë qëndrime kishin në kohë krizash. Tek Uthmani radhiyallahu anhu kish kriza të ndryshme e që po them kushtimisht ajo pjesa e fundit të jetës tij karakterizohej me krizën dhe me problemet që i iniciuan disa njerëz që nuk ishin të kënaqur me udhëheqësinë e tij, e që këta i cilësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ishin hipokritët, munafiqin apo. Ata erdhën dhe fillun që të ankoheshin dhe ta akuzonin Uthmanin, dhe Uthmani radhiyallahu anhu vazhdimisht e pastronte veten e tij nga akuzat dhe i falte ata. Dhe i lirante ata dhe u bënte hallallat tëne. Dhe nuk dëshirante asnjëherë që të hakëmirej, derisa ata haptas dhe qartas i erdhën dhe e rrethun dhe dëshirun që ai të heq dorë nga udhëheqësia, apo dhe disa të tjerë dëshirun që të dirë gjaku i tij dhe të vritet Uthmani radhiyallahu anhu. Uthmani radhiyallahu anhu dhe qëndrimi i tij këtë çka ish që mos të shkaktoj derdhjen e gjakut të asnjë muslimani, edhe nëse kjo ka mi kushtu që të derdhet gjaku i tij. Padyshim që siç kam përmend dietarët, sabri i tij ishte sabër i madh. Se ai që sakrifikoi në rrugt të Allahut azza wa jall shumë, u privu nga shumë gjëra, dhe ata që e privun ishin njerëz të ulët, po megjithatë ishin musliman. Dhe u mundu që, si ka në transmetim, a i tha, ko me shtëru për toke në derin tem, shkelni ju mbi te, ama une nuk ko mu hakmir për vetën tem. Ju nëse veprani diçka, ju keni me ja përgjegjësi për veprat e juve, e une ko me ja përgjegjësi për veprën time. Dhe u mundu maksimalisht që ta ruaj ummetin nga përçarjet e mbrëmshme, nga vllavrasja, nga ngritja e shpatës ndaj njëri tjetrit. Padyshim që kjo i kushtoi me jetë dhe u vra Uthmani radhiyallahu anhu. Dhe u quajt shahidu dar, dëshmori i shtëpisë, që në shtëpinë e tij shkoi shahid tek Allahu azza wa jall. Dhe pejgamberi vetëm se e kishte paralajmëruar me diçka të tillë. Po është me rëndësi me kuptu qëndrimin e tij shumë qartë. Se unë nuk dëshiroj me qenë ai i cili e nisi një rrugë e cila pastaj nuk do të mbyllet. Cila është ajo rrugë? Cili është ai shteg? Cila është ajo derë? Ajo është që me ngrit shpatë ndaj vëllaut, me derë gjakun e vëllaut tem. Nuk dëshiroj. E nëse ai bën ballë me derë gjakun tem, ajo është çështja e tij. Ndërsa une nuk ngres dorë karshi vllaut, nuk e ngres shpatën karshi tij. E ky qëndrim i tij, padyshim se ish qëndrim burror për me rujt unitetin. E ka mundësi në shumë rrethana. Ti investon, munduhesh, përpiqesh për me rujt, dikush s'munduhet. Bile përkundrazi dën me prish atë. Leste alejhim bil musajtër. Ti nuk ki pushtet mbi atë tjetrën, apo? Ti je obligum me rujt vetën. Ti je obligum me qenë shembull i mirë. Ti je obligum me tregu moralin dhe sjelljen tone burimore që e ki. Jo mu sill me diken qysh ai sillet me ty. Ti sillesh me të tjerët qysh Allahu të ka urdhëruar mu sill, qysh ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të sillesh me ta. E këtu Uthmani radhiyallahu anhu tregoi se edhe nëse të tjerët të ofendojnë dhe të akuzojnë dhe shpifin, s'ki drejt ti mi ofendu dhe me shpif ndaj tëne dhe mi akuzu ata. Nëse ata ngrisin dorën, s'ki drejt ti me ngrit dorën karshi tëne. Nëse ata vinë me derë gjakun tënë, me pa të drejt, ti nuk ki drejt me derë gjakun e tëne me pa të drejt, apo? Po kjo, padyshim që të tregon se çfarë shikimi general e kesh ai sa i përket ummetit dhe rujtjes së unitetit të tëne. Shikues dashur, padyshim që uniteti i një shoqërie, i një populli, i një kombi, i një feje dhe kështu me radhë. Nëse ajo ruhet, do të ruhet ajo ajka e saj. Nëse nuk ka unitet, nuk ka bashkim,
nuk ka kthim tek burimet dhe mbi to me ndërlidh dashurinë dhe urrëtitjen, do të ketë përçarje dhe nuk do të ketë kur hajër dhe bereqet në ta. Për këtë, sa të ruhet uniteti i muslimanëve, të ruhet uniteti i një populli dhe kështu me radhë, dhe largohem nga çdo gjuhë e akuzës, shpifjes, ofendimit, etiketimit të tjetrit, po mundohemi me bashku, padyshim që ne jemi duke punu për të mirën e atij vendi, atij populli, asaj shoqërie dhe pjesëmarrësve të asaj feje. Për këtë na duhet me kuptu se Othmani këtë na i mësoi e ky qëndrimi i tij nuk u kuptu pe të tjerëve, po nuk është më rëndësi ata kriminalet, a e kuptuan ju, po njerëzit që erdhën pas dhe deri në ditën e gjykimit kanë për ta kuptuar dhe për ta falendëruar Othmanin për këtë që veproi ai. Po vazhdojmë se përmendim edhe një qëndrim nga jeta e Aliut radhiyallahu anhu, që ti përthëkojmë do thotë Khulafa ar-Rashidin dhe qëndrimet e tyre, spaku ka një prej secilit. Ata që filluan të akuzojnë dhe ta etiketojnë Othmanin, në kohën e Aliut radhiyallahu anhu vetëm se u shtuan dhe bënën një pushtet. Aliu radhiyallahu anhu kuptoi se ata i te i kaluan gjitha kufit. Dhe arritën në një pikë ekstreme. Sa që një pjesë e tëra e hyjnizun Aliun radhiyallahu anhu dhe një pjesë e tëra e akuzun Aliun me dalje nga feja. E tash kufit u te i kalun dhe këta njerëz nuk ka mundësi të trajtohen si pjesë e jona kur dikush i tha Aliut se ti je Zoti, vetë Zoti jete, e disa tjerë i thanë ti edhe këtë shokët tu keni dalë pe feje. Ju jeni krejt murtedin, këtë e keni lëshu fen. Këtu dy ekstreme ishin kohën e Aliut radhiyallahu anhu. Aliu radhiyallahu anhu dhe qëndrimi i tij çka ishte? Mu kthy në sirën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, mu kthy në konceptin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Kemi bu sabër bëll me ta kur po preken vijat e fesë. Kur po preken kufit e saj, reagimi tash është një natyrë tjetër. Kur preket jeta jam, kur preken ato që ndërlidhen me interesin tem personal, ki mundësi me bu sabër. Po kur preket interesi i Islamit, kur preket kufit e ti, nuk ka asgjë që është më e rëndësishme se sa mi rujt ato kufi. Apo, wa tilke hududullah. Wa men yeta'adda hududallahi faqad zalama nafsa. Allah thot, këta janë kufit e Allahut. Kushdo që i te i kalon ato, i ka bu pa drejtësi vetës. Apo, Allah thot, këta janë kufit e Allahut, mos i te i kaloni, mos u afroni në to. Aliu radhiyallahu anhu i luftoi që të gjithë ata që shkun në ekstrem dhe e teprun, si nga ata që pretendun se ajo është Zot, si nga ata që nxorën shpatën dhe dëshirun që ta vrasin Aliun radhiyallahu anhu dhe ta luftojnë atë dhe sahabët me pretekstin që kanë dalë nga feja, e që këta ishin Khawarizht, një nga grupacionet e devijuara. Aliu radhiyallahu anhu qëndrimi i tij ishte se çdo ekstrem duhet luftohet. Çdo ekstrem duhet që të pengohet. Pengohet me fjalën rregull. Ja u dërgoj njerëzit që t'i këshillojnë, t'i debatojnë. Nuk kuptuan, ja u japin një afat. Nuk u përmirësuan, i luftoj ata. Qoftë në betejën e Nahrawanit apo edhe në rastet tjera. Këtu ishin qëndrime të sahabëve. Padyshim që të tilla ka edhe dhjetra, po qoftë nga Khulafa ar-Rashidin, po qoftë nga ata që ishin nga sahabët e mëdhaj që ishin pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mos harrojmë të dashur shikues se kur interesi i fesë cënohet, e që kuptuhet se ka të bëjë me interesin e përgjithshëm të muslimanëve dhe fillon dikush mi shkel parimet boshtin e fesë, duhet që të ketë burra të cilë dalin dhe e mbrojnë atë interes, dhe i mbrojnë ato intereset e përbashkëta të muslimanëve. Apo? Dhe dalin karshi atyre që dëshirojnë të na i prekin interesat tonë.
Dhe këtu kemi shembuj prej atyre që u përmendën, po edhe të tjera të shumta, se obligim parsor e kemi rujtjen e fesë, pastaj rujtjen e nderit, pastaj rujtjen e gjakut, pastaj rujtjen e pasurisë, pastaj rujtjen e prejardhës. Këtu i kemi obligime parsore, apo nëse këtu na cënohen, do thot liria, na cënohet vendi ku ne jetojmë, na cënohen, atëherë duhet që të ketë njerëz që ndalin dhe marrin qëndrime të drejta, të qarta, që shkaktojnë ruajtjen e asaj, po edhe largimin e çdo kujt që ne i cënonive interesin, qoftë atë fetar apo edhe diçka tjetër përveç saj. Allahu azza wa jalla dhe mas miri me ka që përfundoj, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.